Artistja Lumturi Bllloshmi ka qelur në galerinë kombëtare të arteve ekspozitën vetjake, si një retrospektive 25 viteve të fundit të artit të saj, duke sjellë në fokusin aparatit fotografik një fazë të rëndësishme të krijimtarisë së saj. Përmes fotografive të instalacioneve dhe performancave të realizuara pas viteve 90, artistja Bllloshmi përcjell mesazhe të forta artistike dhe sociale. Imazhi që mban në regjistrin ironik edhe sarkastik është shpirti postmodernes në një farë mënyrë. Ndërsa në tablo, sigurisht që jo vetëm sepse thjesht si gjini dhe si zhanëre e lë jo si kusht, nuk e mbartë si kusht tabloja, ironin apo sarkazmin. Në ekspozitën e saj, artistja Bllloshmi ka paraqitur dhe figurat e politikanëve shqiptar, gjë e cila nuk preferoi të komentojë nga kuratori krenar Zejno. Lumturi Bllloshmi është e para artiste femër, e cila solli mediumin e instalacionit dhe performancës në Shqipëri. Ekspozita e saj do të qëndrojë hapur deri në 10 shkurt.